partitë opozitore, ish opozitore, po mendoj, është dosht me ditë se sa do që e shtynë, partia vetëvendosja me subjektet aleatët vetat partnere, ajo ishte në pushtet. Njëherë është më rëndësi ta definojmë pse erdhej te ky ngërç kështu. Sepse partitë politike është në natyrën e tyre që të mojnë zgjedhje. Dhe ato edhe kur e morrin mandatin, me herë mas 3 dite mendojnë për zgjedhjet të ardhshme. Do thotë partitë janë të destinume për mu përgatit për zgjedhje të radhës, sepse këto e mundëson dhe imponon edhe kërkon sistemi i demokracisë pluraliste, ndrrimin e pushtetit përmes zgjedhjeve. Mirë, për në Kosovë ndodhin një diçka që pak njerëz kemi besu, që të del një rezultat nga zgjedhjet e nënshkurtit që partia fituese mos muje vetme me kriju pushtetin, partia e dytë dhe e tretë ta bojkotojnë pjesëmarrjen edhe kontributin, edhe ato shka ka qenë ligjor për të themelu ato institucione që është dashur me themelu në bazë të praktikave të deritashme. Për shembull, është dorë shumë më shpejt të themelohet parlamenti, kur veç është e definuar se partisë fituese i takon kryetari i kuvendit, edhe kjo punë është e definuar, e partitë ish opozitore kanë mund me bllokue kur të vjen puna të formimi i qeverisë, sikur se erdhe shumë shpejt. Do të thotë ka qenë në dorën e partive politike, që ato që mujten me zhblloku tash, para një muaji ta quaj kushtimisht, kanë mujt me bo edhe në muajin prill këtë punë. Mirë, po kjo është një garë shumë e çuditshme, një shtyrje shumë e çuditshme në mes ish opozitës edhe partisë që është me detyrën në opozit, për me shtynë kohë, me shtynë tutje. Dhe tash, kjo adin se i binte, në mënyrë jo logjike si kur shtynjen komsori edhe kalorsi. Edhe komsori bon një natë se une do të heci krahas teje deri sa ti qëndron me hecën kali. Edhe partitë opozitore, ish opozitore, po mendoj, është dashur me ditë se sa do që e shtynë, partia vetëvendosja me subjektet aleatët vetat partnere, ajo ishte në pushtet. Pavarësisht ta quhet qeverinë qeverinë detyrë, mirë, po ai megjithatë është në qeveri, megjithatë ai punon edhe funksionon. Do të thotë, e kanë shtyë dhe nuk kanë bo mirë, sepse kjo i ka kushtu Kosovës, i ka kushtu ma shumë, i ka kushtu në imazhin e Kosovës nga shtetet e jashtme, tu fillu nga fësinjët edhe shtetet evropiane, sepse na kemi pas një vlerësim shumë pozitiv për zgjedhjet demokratike, Kosova edhe pse me historik të shkurtër të shtetëformimit saj, mirë, po për 25 vite ka mund me instalu një proces të zgjedhjeve shumë demokratike, me një kulturë të lartë demokratike, ku humbësit e kanë njohur të rezultatin, e kanë uru fituesin, dhe nuk ka pas kësi ngërçe.